Tani për të vajtu kam dy problematika se tash këtu vajti mua bëti me të bërtitur e keni zakon juve. Bërtisni gjithmonë. Me bërtiturin vajti për ty, se për ne jemi shumë qetë. Tani, të lutem se tani dhe ai që kisha shokun drejtori i policisë bashkiake dha dorëqen, se duket punon dot njëri me ju. Vin deri këtu. Tani meqense ajo drejtoria e policisë bashkiake, edhe policia e shtetit, se ky është problem shumë serioz. Jam në radh parë janë institucione këshillimore ndaj atyre që shkelin rregullat, po them, nuk po themi për ata që kryejnë krim, se ata që kryejnë krime dihet fundi i tyre. Tani kanë parë ato karatrecat me vende pa vende. Isha prezent një ditë aty tek fillimi Lungomarës, që isha ato instalacionet e atij liderit tuaj. Aty poshtë ishin parkuar disa makina. E kam ngjarje personale të jetuar këtë. Edhe ishte një zonjë shtetase italiane, me një fëmijë të vogël dhe shtatzan në të njëjtën kohë. Kishte vajtur, nëse unë nuk e kam të vërtetë, është policia bashkiake që mund të ndal nesër me një reagim zyrtar, e unë do të nxjerr videon. Nëse nuk është e vërtetë kjo që po them. Grua shtatzan, shtetase huaj italiane, me një fëmijë të vogël, kishte parkuar makinën atje gabimisht. Vin karo atreci, zonja në vend, prezent. U thot, do ta paguaj detyrimin e gjobës që kanë parkuar gabim dhe detyrimin e karo atrecit, vetëm ju lutem malini makinën se unë nuk e di ku do ma çoni dhe duhet vit gjej vendin e parkimit ku i çoni makina. Në asnjë mënyrë nuk e lani ja morën makinën me karo atrec. Ngjitur me këtë makinë, një makinë luksoze, Range Rover e bardhë, e kam të filmuar, nëse nuk është kështu si po e them, Range Rover e bardhë, erdhi zonja tjetër, hapi derën e makinës, hypi gëk, drejtoria e policisë bashkiake e Vlorë. Asnjë fjalë që është parkuar shtetases italiane për të treguar prepotencë dhe rregullsi të madhe në këtë katraurën e Vlorës, ja morën makinën. Dhe këto u mendoj që janë të tepërta dhe tani prandaj thash duhet të jetë kryetare bashkisë që në të njëjtën kohë që do t'i thosha këtë ajo të nesërme të thëriste drejtuesit e policisë bashkiake, tu thoshte hajdeni këtu, mos e bëni më këtë gjë. Nëse qytetari vjen, paguan detyrimin për shkeljen që ka bërë, ç'është e nevojshme që ta çojmë ne tek vendi parkimit ku është përcaktuar që nuk e di shtetasi huaj, turist që ka zgjedhur qytetin ton, Vlorën që ne e shesim për qytet elitar turistik. Nuk e gjen dot. Dakor? Në të njëjtën kohë histori parkimi prap tek ajo shkolla e marinës atje. Ore, si përcaktohet ora e hyrjes dhe daljes kur ti nuk ke një kupon i cili del elektronikisht? Se ai që keni lënë ju atje për të përllogaritur orën, ai mund të jetë krye ai dut, mund të jetë krye shumë i rregullt në respektimin e ligjit. Zoti Hoxha, ju kërkoj ndjesë për ndërpres dhe u falenderoj për këto që ndani. Ta mbarojën, se kam mbaroj. Por jemi në pikën 4 trendit ditës për zjarfiksin. Këtë pikë të lutem ta ndajmë te pika të ndryshme. Ta mbaroj, faleminderit për sqarimin, ta mbaroj unë këto që nisat. Jo, e ndaj më vonë, kështu që dhe e zgjidhi më vonë, se s'ka kuptim. Tani dhe njërë, se ti nëse u shqetësove që u ngri probleme për qytetarët. Më shqetësoja është ndave ti patjetër, por që për atë po dhe kjo që do ndaj tani është shteta si juaj, po të them, u kërkua 20.000 lekë atje parkim, ai zotria me jelek që keni çuar juve i bashkisë, se nuk ka një tra që ti të tërheqësh kuponin dhe të thuash, zotri, e ke tërhequr në orën 13:35 minuta dhe kur të dalësh në orën 17:35 minuta të takon të paguash kaq. Është në diskrecionin e atij me jelek që mund të jetë patronazhist, socialist, demokrat, ballist, komunist, nuk e di se çfarë preardhje ka, por që normalisht abuzon me detyrën. Unë për këtë po them. Zonja Tashkallari, kemi përfaqësues nga policia bashkiake sot këtu? Po s'ke asnjë ti këtu, nuk I shikon ti s'ke asnjë. Po s'ke, nuk vin mada. Ata shiru, shiru, e piqur, nuk vin kryetaria, vin ata. Faleminderit për